rreth viteve 85, agjerojshim tinës, po s'kishim ushqim për të hëngër, ishim shumë do. Edhe u punojsha në atje ke aeroporti, edhe te ka pas i mens, po ka pas kos të mirë. Edhe plesha kos çdo ditë të ke mensa, e merrsha e majsha ke puna dhe që ta kishi për mnesit, mjesta për mdargët. Gjendje e vështirë agjerimi. Shkoj e marr atë kosin, po kanë qenë disa tip tasash alumini, standard ishin ato. Merrsha 3 copë me ato. Mirë, po më dukshin sikur i kishte hedhur pak kosaj. Edhe ai shoku punë, se 2 veta ishim ato ke puna. Me siguri që e ke mangur tha kosin, tha sot. Kosi ishte me bileta që prejta jo, bileta aty, edhe merrshe kosin, i majnë me ato të vjetrit, këtë metodë shumë. E në kthehem unë, nga Bimirana, jemi, kthehem, edhe sa është gjallaj, guzhineri, i në meq tjetër, për Zotin. I thash në gjallë, sët kosin më ka dhënë mangut. Jore, tha. Po i thash unë. Jo, thaj. Tha, në gjallë, tha, të shtekine në kalabalek, të tha, se ishte puna që do, ishte mëgjesmi i fjallë, ta të shko, tha, unë këtu jam brap. Nesër pas nesër, tha, e diskutojmë e shofim, e rregullojmë, tha, të biletën, tha, e shtojmë. Edhe kthehem e shkoj ke puna ati ku isha, bravo. Tu e diskutoj gjatë ma të shokun, kosi ishte më rregull, fajtori ishim unë. Për Zotin e vëllezër, me mi ngarku 1 milion ton gur këtë mal në krujës këshumë shpejnë, ishte pak. Prej zoret. Akuzohë për në hujë. S'di ju kanë atë në herë ju. Ti bishë më qatë tjetërit kotë. Si pa dashje me dashje, hynë më hakë. Të nesërmen, shkoj heret, po që më stagjej që të kishte fillu puna. Se zakonisht në ke puna shkojshim heret ati ke aeroporti. Si u këdhejnë e i thash, mirë, falem mërë. Shpo se dalë dhe mu? Thash për Zotin. Me të kërku fali. I martohu me kalamaj, 27 vjeç. U kapa më shtërhu për qafe. Hangën dhe i mjesë të mire dhe. Edhe sët i kësaj dite, jemi miqë. Pra, sa për shtaku i kapim, pasi që, u fshi, edhe ati nëllë, ka Allahu, pa edhe ka robi. Kemi ngell miqë sët, e këj muhabet rrëth 20 e sa vite, që ka 23 vjetë fix. Pasha Allahun, u kënoqëm, ngellem miqë, ngellem shok, deri sa e më largu nga puna, edhe sot e kësaj dite, në loj me ptim kafe bashkë, ajo është i gjalla i kuzhineri, i në më hakë. Këmarë me kërku fali, thash. Pa jo, thasë nuk qesi gjo, që sa dush, qofte dhe i gjysëm leku. Ne në kërshto shumë shtrejt, një hoqë. Sa po merë atë detyre në imamit, në i gjamijet në Angli, edhe janë ata urbanat që hecin ati dhe paguhet ajo, biletat. Ajo faturina që ishte që kontrolon dhe ato, si do këtë i leja, ku 2 cent sa i thondër, se si të lëgëres me i 500 lek shtvetër me lek tona, jele te për ati në dorë, ati hoqës. E pa që ishte i ri, në më thënë, udhëtar i ri në atë linjë aty. Edhe mas i hiku i pa i nëmërojët atë dilqin tepër. Edhe i thot, shiko se janë diçka tepër, po thot, jo i thot, po i thot, sa që është linje për gjithë, thot, janë pak tepër, i thot. E di, thot, që janë tepër. Thash, ta mas i herë burlin të ata, i thot. Ta mas i herë këtë është lekun të atë, se e parë si e për imam gjami e këto, i thot. Po thash, ta mas i herë, o, vlezër, qka mësu, qkar do të flasi ati gjemati kjo hoqë,
Kur ajo e thonë pyetje për 500 lek vjetra, po jo thëmë lek tona, se nuk e di se sa kanë qenë, po ma pak dro. Shifeni, deshe me të provu, se do jesh i monë, këto e kuptova, dhe. Ishe i ri. Pa ta shofi herët burrin tata, qërë ke mësu ma të Koran, qërë ke mësu nga sjellja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thash ta provoj pak, tha, a do i majsh në gjep të ta 500 lekët apo jo? Jo, i thot, urdhra merri, edhe i mori lekët, ajo, me dashje e kishte lanë. Shife, kjo nuk ishte vetëm me hoqës ati, edhe e këti hoqës këto jo, që me gjithmenu ndjeva shumë kesë, ama u knajsa, kur i kërkova falje. Pra dhe të kujdes, të provokojnë me pak fare, me zera lek, me gjymsa leku, t'i dhash, të provokojnë nga mënyrët më të ndryshme ka ona morale, si që në moshere, se mu me këto gjajet të s'po në provoko kush është të dra. Kujdes, shpejnë e huj, punë e huj, tokë në huj, komshiu në huj, kret janë amanet. Këtë një është dojtë zë amanet. Këtë nuk ka dy, të ndjek librin e Zotit edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me këta dy shtylla, mos i tërpna ata, mos e tërpna dhe vetën. Për Zotin ke për dalë faqe parë. Allahu xhelel xhelaluhu thot: "Innal hasanati wa yudhhibna as-sayyi'at." Me të vërtetë thot, veprat e mira i fshin veprat e këqija. Dhe vepër më të mirë se me shku me i shtri dorë, me thënë, ma bëj halal, më fal, për Zotin nuk ka. Zoni më i mirë, thot Allahu xhelel xhelaluhu për mu, o me në Zotin dy njoj rob që thot, o Zot më fal, o Zot më shira. Më i mirë sa i Zot që s'ka punu ose gjina. Allahu në uzof në gjithë shka inshallah. Allahu ju më shira, e na bekohë gjithë.